është një çrregullim ku ndrojnë fazat, kur e kem fazën manike dhe hipomanike. Kur personat një periudhë caktuar kohore janë shumë depresiv, të tërhequr dhe thjesht e kanë atë pasqyrën klinike të një depresioni. Ndërsa faza tjetër është kur ata janë hiperaktiv, kur janë të pandalshëm në atë kuptimin, disponueshëm, bile bidisponim, jo rallëherë, edhe këto faza e ka ciklicitetin e vetë, smundja prej fazës në fazë. Ta persona thjesht janë më të menaxhueshëm se nëse flasim për një skizofreni kronike. Mirë po është shumë e rëndësishme dhe njerëzit përreth, veçanërisht familja, ta kuptojë dhe t'i sheh momentet kur rëndrojnë, për shkak se edhe vetë terapia duhet me qenë miu përshtat në cëllën fazë janë. Sa zgjasin këto faza, doktor, edhe si ta dim që një person po kalon fazën depresive? Janë shumë individuale. Fillon me tërheqje, shumë ma pak komunikon, shumë ma pak del, edhe me vetë familjarët janë ma tërhequr, flasin vetëm nëse pyeten për diçka, por nuk kanë iniciativë. Ndërsa faza manike, ata thjesht është vështirë me i ndalë.